Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që ka habitur mjekët jap se duhet të mbani aloe vera në shtëpi. Bima e mrekullueshme e aloe verës është një nga bimët më të fuqishme që natyra ofron. Kjo bimë arrin që të shërojë organizmin si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Të gjithë i dimë përfitimet të cilat vijnë prej xhelit të aloe verës, por lëngu i kësaj bime ka veti të magjishme. Si përfitohet lëngu i aloe verës? Gjethet e kësaj bime ne i ndajmë në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr cipën nga gjethet pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thik. Pjesët e xhelit që keni përfituar i vendosni në mikser dhe i punoni derisa ju të merrni lëngun e aloe verës dhe më pas e filtrojmë lëngun dhe është gati për ta konsumuar, duke i shtuar lëng portokalli, karrote ose çfarë do fruti tjetër që ju të dëshironi. Gjithashtu, këto janë vlerat shëndetësore të lëngut të aloe verës. Aloe vera gjithashtu përmirëson mënyrën e tretjes së ushqimit. Ajo e ndihmon stomakun që të bëjë punën e vetë dhe njëkohësisht të garantojë një fluks normal të ushqimit nëpër të gjithë aparatin tretës. Nëse pini lëngun e aloe verës, ju do të arrini dhe do të zvogëloni sasinë e acidit në stomak dhe kështu do të parandaloni formimin e ulçërës. Vitamina dhe ushqyes. Lëngu i aloe verës gjithashtu përmban një sasi të lartë ushqyesish, siç janë vitamina A dhe E, magnezi dhe njëkohësisht kaliumi. Ndërkohë, nga ana tjetër, mbron sistemin tuaj imunitar. Sipas ekspertëve, lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë të ushqyesve të domosdoshëm, siç janë vitamina A dhe E, magnezi dhe kaliumi. Mbron sistemin tuaj imunitar. Gjithashtu, imuniteti i mirë është një tjetër përfitim që vjen pikërisht nga aloe vera. Kjo fal antioksidantëve dhe niveleve të vitaminës C. Shëndeti dentar. Pirja e lëngut të aloe verës ka një ndikim të jashtëzakonshëm të drejtë në shëndetin tuaj dentar. Bima përmban një substancë e quajtur aseman, e cila ndihmon përforcimin e dhëmbëve. Përmirëson pamjen e lëkurës tuaj. Nëse konsumoni lëngun e aloe verës, ju do të keni një lëkurë më të shëndetshme sepse lëngu ndihmon në heqjen e thatësisë dhe në largimin e irritimeve. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës është si një vaj esencial me veti të shkëlqyera për organizmin tuaj. Gjethet e kësaj bime dhe xheli në veçanti ofrojnë pjesën madhore të të gjitha vlerave ushqyese. Këto dy pjesë të bimës përdoren zakonisht për përgatitjen e këtij vaji. Të lashtë dhe të parët tanë e vlerësonin shumë bimën e aloe verës dhe e përdornin atë si një recetë natyrale kundër infeksioneve, acarimeve të lëkurës, djegjeve e të tjerë. Ata e quanin aloe verën bima e përjetësisë. Në këtë video ne do të flasim për të mirat që ofron aloe vera dhe se si ju ta përdorni atë për shëndetin tuaj. Vaji i aloe verës përmban shumë antioksidantë si për shembull vitamina C, E, B dhe njëkohësisht proteina, minerale, polisakaride, aminoacide dhe beta-karoten. Shëndeti i stomakut. Xheli i aloe verës ka shumë avantazhe kundër inflamacionit. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat që të mbrojnë sistemin tuaj tretës. Ky xhel është me vërtet i dobishëm edhe për të trajtuar sindromën e zorrës së irrituar,
konstipacionin dhe refluksin acid. Kundër shenjave të lëkurës, ky vaj përshpejton edhe procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon formimin e shenjave. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të shërojë zgjerimin e kapilarëve duke mbajtur lëkurën tuaj të bukur dhe të shëndetshme. Sistemi imunitar. Vaji i aloe verës gjithashtu përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës në gjak dhe njëkohësisht diabetin. Ai mund të kurojë ekzemën dhe gjithashtu astmën dhe osteoartritin duke forcuar sistemin tuaj imunitar dhe në të njëjtën kohë duke luftuar të gjitha infeksionet. Ky lloj vaji lufton bakteret, mykun, virozat dhe inflamacionet. Deodorant natyral. Vaji i aloe verës gjithashtu ka një aromë shumë të mirë. Ndaj ju mund ta përdorni si një deodorant natyral për sa i përket njëkohësisht largimit të aromave të pakëndshme nga trupi juaj. Për më tepër, ky vaj mban nën kontroll të gjitha problemet me djersitjen. Ato ju mund ta aplikoni si një vaj duke lyer zonat që djersisin më shumë ose ta përdorni si një spërkatës për të njëjtat arsye. Aplikimi i aloe verës nga djegjet e diellit është vetëm një mënyrë për të përfituar nga kjo bime fuqishme. Në fakt ajo po prek vetëm sipërfaqen. Lloji i bimës së aloe verës gjithashtu në mënyrë medicinale që nga fillimi i shekullit të parë është bërë një nga bimët më të njohura. Aloe vera ka veti shëruese duke u bërë një nga mjetet natyrore më të mira për të gjitha format e shërimit. Lufton urthin. Shumë njerëz të vuajnë nga sëmundja e refluksit gastroezofageal dhe përdorin ilaçe pa recetë për të maskuar simptomat, por aloe vera bën një alternativë të shkëlqyeshme natyrore dhe mund të burohet në oborrin tuaj të shtëpisë. Edhe pse jo të gjitha llojet e bimës janë të sigurta për të konsumuar, ka lëngje aloe vera të disponueshme me të që mund të ndihmojnë në zbutjen e acarimit dhe zvogëlimin e inflamacionit që shkakton urth. Ruan ushqimin. Ju bëni çmos për të bler perime organike, por fakti i çështjes është se ato kanë shumë të ngjarë që të shkojnë keq më shpejt se sa alternativat e rritura kimikisht. Lajmi i mirë është që ju mund të aplikoni një shtresë të hollë aloe vera në ushqimet dhe në produktet tuaja të freskëta për të ndihmuar në ruajtjen e tyre kundër baktereve të cilat çojnë në prishjen e ushqimeve. Pastronë dhëmbët. Ndoshta keni dëgjuar tashmë që vaji i arrës së kokosit funksionon mirë për të pastruar dhëmbët, por e njëjta gjë mund të thuhet edhe për aloe verën. Karakteristikat natyrore të kësaj bime, përfshirë vitaminën C, mund të fuqizojnë përmes pllakës dhe të mbrojnë kundër baktereve të cilat shkaktojnë sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Shëron infeksionet. Me veti të fuqishme antibakteriale, aloe vera përbën një vaj të shkëlqyeshëm për plagët e infektuara. Sipas ekspertëve, duhet të dini se aloe vera shëron të gjitha plagët në mënyrë efektive, mirë po, në disa raste duhet të kërkoni dhe ndihmë mjekësore, sidomos në plagët të cilat janë të rënda. Hidraton lëkurën. Industria e kujdesit për bukurinë prodhon hidratues që janë të mbushur me kimikatë të destinuara për të tharë lëkurën dhe për të inkurajuar blerjen e përsëritur. Aloe vera është alternativa më e sigurt dhe më efektive kur bëhet fjalë për balancimin e niveleve natyrore të lagështisë së lëkurës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.